Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në vitin 1614, Sulejman Pash Bargjini filloi ndërtimin e Tiranës. Aty ku sot ne e shquajmë si Partizani i Panjor, pra monumenti Partizanit të Panjor, aty ai nisi të ndërtojë Tiranën. Ndërtoi në fillim një xhami, ndërtoi një hamam dhe një furrë buke. Dhe kjo ishte me një vendim të sultanit, pra me një ferman. Mirë po, ato që ai ndërtonte natën, ditën, i prishte natën Salman Beu, një be i një fshati pranë Tiranës, në fshatin Sauk këtu pranë Tiranës. Dhe kjo vijoi derisa doli një ferman tjetër i sultanit për ta ekzekutuar Beun, atë që prishte pra muret e fillimit të ndërtimit të Tiranës. Dhe kështu ndodhi. Dhe aty pren kohën pikërisht aty ku po ndërtohej Tirana. Nga ky moment mori udhë qyteti i Tiranës. Pra në vitin 1614, ose më saktë i bie 414 vjet më përpara. Por nga ai moment deri sot, pra kanë kaluar më shumë se 4 shekuj. Si është transformuar Tirana? Të paktën ne ato që dim sot është që kjo xhami që Sulejman Pash Bargjini ndërtoi nuk ekziston më. Nuk ekzistojnë më dhe shumë objekte tjera, dhe furra bukës, dhe hamami. Nuk ekziston më rruga e vjetër e barikadave, bashkia e vjetër e Tiranës dhe shumë objekte të tjera. Por ka një memorie që nuk e fshin dot me gomë historinë. Dhe kush është ajo? Fotografia e shoqëruar dhe me tekst. Gazmend Bakiu është ai që i ka dhuruar qytetit të Tiranës, kryeqytetit tonë të dashur, një libër të quajtur Tirana e Vjetër, një histori e ilustruar me 404 fotografi. Në fakt, ky është botimi i 4 dhe nuk është thjesht një libër, për mendimin tim, ky është një kodik për kryeqytetin tonë të dashur. Historia e Tiranës e ilustruar me foto dhe sigurisht edhe e shkruar me tekst, vjen nëpërmjet një kronologjie të jashtëzakonshme. Pse e them këtë të jashtëzakonshme? Sepse nuk është vetëm e dokumentuar me fotografi të vjetra, me fotografi të dala nga kartolina, revista, fotografit bëra vetë me aparatet gjatë gjithë kohës që kur në Shqipëri filloi të kultivoj fotografia dhe deri më sot. Unë kam pasur shumë herë dëshirë që Gazmend Bakiun ta intervistoja, mirë po ai shikon vetëm punën dhe botimet e tij dhe nuk është se ka një qef të madh të dalë. Sot për herë të parë unë kam kënaqësinë dhe nderin, e them nderin, sepse do na shpjegoj historinë e Tiranës, jo kështu duke ngritur kokën nga qielli, por nëpërmjet fotove. Gazmend Bakiu, të falenderoj shumë që jeni në emisionin tim. Faleminderit juve. Dhe kjo është kryevepra jote që unë i quaj kodiku i Tiranës. Faleminderit. E para, Gazi, po drejtojmë Gazi. Tani, Gazmend A. Bakiu, a është baba juaj? Po, patjetër. Që quhet? Ali Bakiu. Ali Bakiu, do flasim edhe për babain tuaj, sepse tani, ti je inxhinier me profesion, inxhinier mekanik. Je nga Tirana. Megjithatë, ka një arsye të veçantë që një inxhinier mekanik, një banor i Tiranës, një Tiranës i hershëm, do të pyes edhe për këtë, po me sa di, të paktën 300-400 vite je këtu. Po. Gjyqi ka lindur në Tiranë 1869. Po? Më përpara, Zyber quhesh stërgjyqi themi, nuk e di sa. Do të diçka tillë 150-160 vjet para, thua ti. Kjo është e sigurt. Po, lindja e gjyqit. Sigurisht familja e tij ishte këtu që ai lindi në Tiranë. Kishte një arsye të veçantë për ta bërë këtë? Spari njëherë desha them që në rinin time pasionet e mia ishin matematika dhe letërsia. Siç ishte koha atëre, unë kreva fakultetin e inxhinierisë mekanike. Deri në rinin time të hershme themi, historia ne na dukesh një gjë e thjeshtë, një gjë si punë prallë dhe nuk kishim një qasje po filoqyli. Por me kohë kuptova që të shkruash histori është shumë e vështirë. Dhe çfarë pozicioni do të mbash, neutral apo do të jesh palë në një argumentin apo ato që shtjellon, dhe se si duhet ndërtohesh libri në histori që çdo gjë duhet të ishte me footnote, që me referencë, ku e gjete që e the këtë. Dhe të themi pasioni për historinë më tepër ishte mbas viteve 90, sepse
u vure që historia që na kishim mësuar para 90-s, ishte e gënjeshtër Ishte totalisht gabim. Propagandë partjake e kohës komunizmit dhe kishte vend për ulumtime për futjen e njerëzve të ri aty. Dhe mu me këtejsi, duke qenë nga prejardhja Tiranas, duke parë transformimin e qytetit që po ndodhte, fillova të ngacmohem për të shkruar për Tiranën. Libri i parë ishte një libër modest, Qyteti i Tiranës, i botuar në 1998, ku përmlodha një pjesë time, një pjesë të kujtimeve të Xhaxhait, një pjesë të Osman Muderizit. Osman Muderizi. Edhe botim modest që hapen fletët atë. Po, edhe cilësia e shtypit ishte e dobët. Shumë e dobët. Edhe i pjesë nga Tegrandi. Unë çudita sepse e pati sukses, njerëzit e blenë e pëlqyen dhe muronin këtej. Dhe kjo ndoshta ishte hapat e parë.